Ka pasur deklarata, në veçantë edhe nga LDK në kryetarin e saj Lutfi Hazirit që nëse ka ndonjë marrëveshje me vendosin si kandidat të parin të tyre kanë Lumer Abdexhiku. Na është i pranueshëm Lumer Abdexhiku për vendosin? Jo, nuk është çështja. Po nuk është kjo çështja është i pranueshëm edhe në studiot televizive. Domethënë ne duhet të ulemi të diskutojmë për principet e këtij procesi. Duhet vendosim kriteret, duhet vendosim standardet, duhet vendosim natyrisht edhe kufizimet. Këto kritere s'kanë qenë në ministerinë. Urdhë? Këto kritere po, s'kanë qenë. Konteksti ka qenë krejt tjetër, është vërtet, po konteksti ka qenë tjetër. Rrethonat kanë qenë tjera, pa asnjë dyshim. Unë kuptoj që nuk jemi në rrethona të njëjta, edhe politike, edhe dinamika edhe e partive politike nuk është e njëjtë. Se po të ishte e njëjtë, natyrisht nuk do të ishim në këtë situatë, se në fund fundit konteksti, rrethonat janë shumë të rëndësishme, ato e determinojnë dhe përcaktojnë ecurinë e një procesi. Nuk janë rrethona të njëjta, pa asnjë dyshim, të pakrahasueshme. Apo diskutohet me LDK-n edhe çështja e një bashkëpunimi në aspektin qeveritar për fshirjen e ekzekutiv? Nuk mund të flas për detajet e takimit të fundit, e ka thënë edhe zoti Kurti edhe zoti Abdexhiku që natyrisht procesi duhet të jenë transparent, por natyrisht diskutimet janë edhe konfidenciale deri në një nivel, edhe në mos, edhe në një moment, sepse e dëmtojnë komplet le të themi mundësinë e dakordimit. Po, se që ndrejt të pari vendosis, a jeni për edhe një bashkëpunim në qeveri me LDK-n? Po ne kemi qenë të gatshëm mandati, ne kemi qenë të gatshëm vitin e kaluar. Për vetëvendosjen, nuk do të kishte nevojë për zgjedhjet e 20 vjetorit sikur LDK të ishte gatshme për koalicion QeveRS-s. Ajo refuzoi koalicionin vitin e kaluar. Në aktualitet, në kuptimin e votave, është e vërtetë që ne kemi votat e mjaftueshme për sa i përket kuvendit edhe qeverisë. Dhe unë nuk e di se cila është gatishmëria e LDK-s për të përfshirë në një partneritet, në një rrethon të tillë kur ne i kemi votat e mjaftueshme për qeveri dhe për kuvend. Por po kursehem dhe po rezervohem për shkak se diskutimin me zotit Kurti dhe zotit Abdexhiku, por edhe me zotin Hamza do të vazhdojnë dhe do të intensifikohen. A do të dërgoni ftesë PDK-s për takim? Urdhë? A do të dërgoni ftesë për takim? Unë besoj që po, ne kemi dërguar, Si po kërkon PDK-ja, ftesë zyrtare? Nuk është çështja ftesë zyrtare, nuk po kërkon ftesë zyrtare PDK-s, nëse po kërkon ftesë zyrtare nuk është ai problem. Domthonë PDK po kërkon edhe konkretizim. Po kërkon të pamundurën, domthonë po kërkon të mos të ketë diskutime, dhe realisht PDK po i ik diskutimit në tavolinë dhe po kërkon nga distanca të bëhet le të themi komunikimi. Po ne nuk sikur mos ishim taku asnjëherë, edhe mbasi kish pas kuptim. Po ne jemi taku disa herë para 5 marsit për këtë çështje. Se nuk duhet të kuptojmë takimet, pa konkretizim të ofertës. Sipas PDK-s, po. Sidomos tash kanë kuptim. Kanë kuptim. Sidomos tash kanë kuptim, domethënë pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Prandaj domethënë është shumë e rëndësishme që palë të heqin dorë nga leximi i tyre e kësaj rrethone për si betejë politike të përkohshme, se gjithmonë po e përsëris, po e theksoj, zgjedhjet nuk ofrojnë zgjidhje. Sikur të ofronin zgjidhje, mbase do të ishte legjitime, domethënë. Po, në këtë betejë politike